Të qenurit në festa, të shijosh një gotë, të takosh miq dhe të shkëmbesh energji, është pikërisht ajo që na duhet gjatë sezonit të verës. Sot ndodhemi në një festë as pak të pazakont. Të shohim se kë kemi dhe çfarë po pim. Rudina, të gjejmë direkt mbas provave të shfaqjes, apo jam? Në fakt vi nga prova gjenerale, nxitova shumë që ta kapja eventin pak më herët, po ndodh, kështu kur merresh me 700 gjëra. Pikërisht të bësh si përmarrësen, aktoren, Unë aktrimin derisa të kem fuqi nuk do ta lija kurrë. Po edhe si përmarrësen gjithashtu sepse është një lloj adrenaline ndryshe nga profesioni im. Moderatore gjithashtu është një hapësirë shumë e bukur për të shprehur veten, ti je pak më afër publikut nëpërmjet ekranit, sepse është ndryshe publiku i teatrit dhe ndryshe i televizionit. Me sa duket unë nuk di të jetoj përveç se furishëm. Domethënë tani po hap dhe një lokal në jug në fakt, po hapet Kormeum Livadh, edhe më duket e pabesueshme që thash po. Pra është një ambient që do ta shijojmë këtë verë. Po, këtë verë, po. Hapet së shpejti tani në qershor. Në fakt ishte një sipërmarrje deri diku e tim shoqi, unë isha betuar që s'do merresha me këtë gjë, po se di pse prap më bindi. Kam një verë goxha pa u përfshirë. Pres të gjëroj dhe një film tani së shpejti edhe nëse kjo ngarkesa mua me sa duket më mban gjallë dhe njëra punë më karikon për tjetrën. Ndërkohë sa po ka nisur dhe sezoni i ri goca dhe gra. Vjen me risi apo vjen me diçka ndryshe nga sezonet e tjera? Përveç dhe si e ndjen veten duke qenë se je edhe mund të themi në atë pozicionin në mes, në qendër të panelit. Unë mendoj që ajo qendra panelit është bërë pak si i japin pak më shumë rëndësi se ç'duhet, sepse qendra është aty ku është secili prej nesh edhe mund ta shpreh veten në çdo vend ku është karrikja. Nuk është, domethënë ajo është, mendoj që është më shumë një rastësi se sa është për të patur qendrën e vëmendjes. Vëmendja fitohet nëpërmjet mendimeve, temave që diskutohen. Goca dhe gra tani për mua është si shtëpi edhe e bëj me shumë dashuri, me shumë kënaqësi, nuk e besoja që do fillonte një sezon pothuajse veror. Dhe në fillim më erdhi si habi ftesa, më pas e përqafova direkt. Unë do jem një grua e pjekur vetëm pasi të mësoj t'i them projekteve jo. Deri tani s'para ka ndodhur, kanë qenë shumë të pakta projektet që kam refuzuar. Ti çfarë marrëdhënie ke me alkoolin? Mikeshat e mia i falenderoj shumë njerë që më kanë nderuar, sepse edhe pse me vonesë eventi ka shkuar super okej. Unë me alkoolin kam marrëdhënie dashamirë se her pas here. Më pëlqen të pi alkool, jo shpesh, sepse për vetë jetën që bëj, stilin e jetesës unë zgjohem shumë herët. Kam tjera impenjime, por në fundjavë pi me shumë dëshirë. Një gotë alkool, birë, aperol patjetër, një gotë verë, pastaj në dimër. Marrëdhënie normale. Edhe një pyetje për kuriozitet, flokët, ky ndryshim nga erdhi, mbasi në një bestytni për sukses, për fat? Jo, absolutisht. Dhe sa e vështirë është për ta mbajtur këtë ngjyrë, se ne vajzat e dim që kërkon pak impenjim. Në fakt, më kishin thënë që është shumë e bezdisme, po është një soi si ngjyra e errët, sepse unë i lyeja rrënjët e flokëve çdo 2 javë, duke qenë se ngjyra ime është pak e çelët, edhe dilja shumë e zbet me atë rrënjën e çelur. Nuk është nuk erdhi si bestytni, sigurisht që jo, thjesht unë si natyrë e rrëmbyeshme që jam, shkova tek parukierja i thash dua sot të lyej flokët ngjyrë karrot dhe t'i pres. E pa e menduar fare, po. Varet se sa do e mbaj, faleminderit shumë, faleminderit. Rudina, shumë faleminderit. Atina unë të ndjek edhe të uroj shumë sukses, juve dhe Bordeaux, ju kam në zemër. Faleminderit.
Jerina, mirë se të gjejmë në këtë event kaq të bukur sonte. Mirë se erdhe. Së pari duket se organizimi i eventeve është kthyer në lifestyle për të. Në fakt, unë kam qenë gjithmonë e parimit që ta bëjmë jetën fest. Sido që të vi puna, sido që të organizohemi, është gjë e bukur që të mbitesh me miqtë. Edhe këto janë ca festa që përveç se kalon mirë, të kthehen në pasdite tematike ku ti sheh njerëz që tashmë sheh vetëm në Instagram, kupton se çfarë ndodh me jetën e tyre, kupton me përditshmërinë, ja akoma në këtë mundësinë që ti jesh afër me njerëzit dhe jo në jetën virtuale që është krijuar tashmë rëndom për të gjithë. Cila ishte tematika e eventit të sotëm? Të hapnim verën. Duket sikur këto ditët me shi në Tiranë na erdhën mbaj të hundës, nuk ishin fund dhe tani që vërtet filloi koha e mirë edhe dielli, që në fakt fillon edhe vapa me njerëz, se neve kemi këto oscilacionet e temperaturave të qytetit. Ishte për të hapur verën, për të uruar njëri tjetrit nga një verë të mbar, për të pirë nga një gotë, për të kuptuar se çfarë projektesh kemi gjatë verës, se pastaj shtatori vjen shumë shpejt, do na bëjë sezoni verës, çfarë simbolizon dhe për sezonin e eventeve? Neve kaluam një periudhë ku koha na përcaktoi faktin që ishim edhe përpara zgjedhjeve, shumica e njerëzve ishin të përfshirë në vëmendje, politika mori një vëmendje shumë të madhe në jetën e qytetit. Dhe tani duket sikur të gjithë janë çliruar, fillojnë eventet nga e para, mund të merremi me PR. Dhe vera patjetër është një sezon shumë i rëndësishëm, është shumë i rëndësishëm për turizmin, është shumë i rëndësishëm për biznesin, është shumë i rëndësishëm për të gjithë ne. Ne jetojmë më mirë verën, jemi më perceptiv ndaj gjërave të bukura që ndodhin në verë dhe pastaj karikohemi për komplet pjesën tjetër të vitit. Pra vera për ty më shumë punë apo më shumë pushime? Unë në fakt jam nga ato njerëzit që punojmë 12 muaj të vitit, por sigurisht që vera ka momente më shumë relaksi. Unë këtë vit i kam dedikuar vetes që të bëj dhe pushime, pas disa viteve që në fakt ja kisha hequr këtë të drejtë, se duket sikur bëjmë një punë të bukur, po të tjerët mendojnë që bëjmë pushime, po në fakt jo. Këtë vit do bëj pushime dhe kam vendosur që t'i jap një moment vetes për të karikuar baterit, por kryesisht është punë. Me Rudinën ju bashkon shumë miqësia. Merrni në bashkëpunime të tilla, merrni këshilla nga njëra tjetra. Shumë. Kush është ajo kritikja ose më detajiste? Kritika detajiste jam unë, por Rudina ka e dominon shumë mirë terrenin, e dominon shumë mirë ambientin social, e dominon ka një energji të jashtëzakonshme, edhe duke e bërë këtë gjën, unë jam ajo e backstage-it dhe vazhdoj të ngelem ajo e backstage-it, dhe sigurisht kritika dominon, sepse kur je nga një pozicion sidomos i vizualit të biznesit apo të marketingut siç jam unë, kritika është gjithmonë prezente. Tashmë jemi në vitin e 8 të bashkëpunimit bashkë. Kjo verë atëherë besoj të sjellë sa më shumë qetësi dhe pushime për ty. Faleminderit shumë, do të shikoj ty në gjërat e bukura që bën, je shumë e bukur. Gëzuar juve, gëzuar Bordeaux Stream, gëzuar Ilda, faleminderit që ishit këtu sot edhe ju pres në festa të tjera. Faleminderit. Julka, duket sikur të gjejmë gjithmonë mes festave. Po, besoj kështu do jem edhe kur të jem 100 vjeç mes festave, por pastaj festave të bukura, sigurisht që nuk i thua dot jo. Edhe sigurisht që këtu është një nga restorantet e mia të preferuara. Ndërkohë jemi në prag të verës, ke planifikuar diçka? Disa ratisje të vogla, por pastaj ato pushimet kryesore të gushtit, kur mbaron dhe sezoni im televiziv, nuk i kam planifikuar ende. Dhe përtej kësaj pjesës së mbrëmjeve me festa dhe pije dhe muzikë, si janë zgjimet e mëngjesit për ty? Zgjimet e mëngjesit për mua janë zgjime në orën 6:30, me mëngjese për të bërë gati, për të ushqyer 2 çunat me 2 këmbë dhe 2 çunat me 4 këmbë, një vrap i vogël derisa i nis për në shkollë, edhe pastaj bërje gati për punë dhe për aktivitetet e mia të ditës. Pikërisht duke qenë se duhet të jesh edhe gjatë gjithë kohës në formë, angazhimet televizioni, sidomos rubrikat e mëngjesit kërkojnë shumë energji dhe fokus. Po, e kërkojnë fokusin dhe energjinë.
është sfidë shumë e madhe, të paktën programi që neve bëjmë, sepse jemi gjatë gjithë kohës rrethuar nga ushqime fantastike dhe nga propozime fantastike dhe është e parezultueshme që ti provosh të gjitha recetat që kalojmë, kështu që vëmë ndonjë kile më tepër, pastaj tentojmë që ta heqim. Ke përvetësuar ndonjë nga ato? Çfarë ke mësuar? Po, kam mësuar shumë. Kemi një ylka tjetër që bën receta që lën shumë përshtypje, janë shumë të mira. Fal zonjës Linda dhe fal programit ton. Që mundohet të na mësoj të gjithëve. Po. Jonida, çfarë është për ty një pije e mirë? Mjafton të mos më bëj tap deri në gjendjen që mos mbaj mend. Si të gjenë sezoni i verës tani, me angazhime apo pushime? Po deri në fund qershorit jemi në punë, pa diskutim, jam në transmetim në radio, po ashtu me vajzat që duhet i shoqërojnë aktivitete ndryshme. Nuk kemi bërë ende plane për pushime, po besoj që do ta gjejmë një zgjidhje. Sepse edhe pushimet që nisin pa plan në momentin e fundit dalin ndonjëherë edhe më të bukura. Më të bukura dhe të shojnë më shumë. Thonë që radio është si shkollë për të gjithë moderatorët dhe për çdo njeri që punon në televizion. Gjithashtu është dhe dashuri e madhe për moderatorët dhe vështirë se e lini radion. Është fakt që njerëzit që vinë nga radio e duan aq shumë radion sa unë të paktën flas për veten, nuk e ndroj me televizionin. E dua shumë, e kam pasion, edhe është gjëja që dua të bëj, pse jo, derisa të dal në pension. Çfarë është ajo dashuria që madhe? Mbase fokusi që është vetëm te zëri dhe te pjesa e brendshme e moderatorit në atë moment e pa u kujdesur tek pamja, si do duket, anajashme. Ashtu ka qenë fillim se ne tani jemi edhe në pamje. Megjithatë është ai intimiteti, ajo ngrohtësia që t'jep, ideja që ti po flet me një audiencë shumë të madhe, edhe pse nuk e sheh, edhe pse nuk e publik aty përpara, ti e di që ka shumë njerëz që po dëgjojnë zërin tënd edhe duhet të flasësh dhe t'japësh mesazhet e duhura, sepse gjithkush në një moment të caktuar mund të jetë duke të dëgjuar. Nuk e di, ndoshta është pasioni imi, radioja, dhe nuk besoj që do ta ndroj ndonjëherë. Pra, nëse më ofrohen dy mundësi për të zgjedhur, do zgjidhja gjithmonë radio. Gjithmonë radio.